Momentin që ja kemi vendosë dhëmë, që ja ka fillu me qajt para pasyrës. Ka qajt para pasyrës? Së në naqim pas të pro. Qafë Tash kër e po. Kër e po në të qajt, ja nisën edhe motrat me qajt. Kërë Që në moni për atmosfere, të qajt fikzimit. Interesant po s'ka qenë, Ka shumë emocione. Të shku këtë njëzit e pajtu njërin, Ndran komplet edhe. Vim pa ku mu adaptu. Interesant. Ama pikëzimit është shumë. Ndryshuat Ka pas edhe jeta tjerë, total i njerit. Mund ndryshuj Mundet jeta shumë total. ndryshon, po, se ka shumë njerëz që kanë edhe kompleks, as nuk qesh, as nështë nuk del, nuk socializohet mjaft me njerëz, më shefet, kupton, nuk kesh as para njerëzve, as në foto, edhe ajo pastaj bëhet bagi një kompleks psikisht. Mund të më të në depresion, shumë sa në tjerë. Ja vlen shumë ky investim. Ja vlen. Mesazhi juaj ishte... Le që mos flasim për shëndetin. Po. Mesazhi juaj ishte që po se patë pasion një punë, mos e ndjek fare. Ja. Çfarë janë pasionet tua përveç punës që bëni? Përveç punës, me shëtit, Altin. Ku shëtit, ku të pëlqen me shëtit? Se me shëtit e di që shëtit, apo. Ku të pëlqen më shumë ti me shëtit dhe ku të kalon bresa më tepër? Ku të kalon përshtypje më shumë udhimi që ke bërë? Altin, kom shëtit shumë, po... Ke shëtit shumë? Ta shkove të fundit? Po ta shkone fundit kësh Maldive, mirë ishte. Ishte mirë Maldive? Në Maldive na mush mi ujë për çdo ditë më marosh. Kafet aty në Maldive mush mi ujë. Nëse mirë, duket në YouTube e kam pa, mirë duket. Mirë duket. Po, mirë duket. Kalova bukur? Bukur. Okej. Domethënë udhimet janë pasioni jot. Pasion tjetër kemi me lexoj shumë. Lexon shumë. Çfarë libra? Po shumicën përveç profesionale, sa gjatë mund pirojmë ato profesionale, se është pak obligim, Po, duhet patjetër. Edhe kam pasion se duhet mi përcjell sendet, mirë po zakonisht romane, relaksohesh, varet po anglisht më shumë.